Se i kanë martume, jo ndapi burrit. Ai shkon i martume 10 herë, po unë se kom ditë. Derisa më ka çuar te shtëpia. Se burri nuk flet me mua, po me vjerën. Një dhomë. Burri ka flet me vjerën. Po. E ju me ty? Ja, se nuk dojke. Ato e ke morë vish si skllave me na bë punë, fillim një sjell mirë. Si vjera, si burri. Edhe tona ka nis me mushtru dhuna fizike. Si pi vjerës, si pi burrit. Se kë ty e shku me frajera, ty e shku me burra tjerë, me shtazon me tjerë, jo me mua. Mas jo kthejnë vanë shtëpi, nuk dojshim me sy me pa. Nuk dojshim me pa, dojshim me hjek për shtëpia. Femna për shtëpia largohet për hajni, për kovni, për çdo dyja. Kur dojsha me shku te familja eme, vjera the kjo jo që tash e kanë. U baj kë vaki 2 muaj, 3 muaj nuk shkojsha te familja eme. Me sy nuk ishe, veç përmes telefonit. Po. Nuk më jepshin e bok 24 orë. Edhe ata kur ma beshin ma gjushin si ku një stërvine. Veç hatri nans kom dëru, se pasha zotin s'kisha dëru as një sekund. Por zhyni që ta kom dhonë qika jeme më zdel. Mos del se na mërft. Ju kisha lut për hir këtij fëmije që po rritet jetim, vet non, vet bab, pe kam shumë vështirë ja dal. Ke shike atë prindrit që vishin i shishin fëmijën e ma bëjke mam ku e kam babin. Miqtë e mi dashur, përshëndetje prej meje Lauretës. Na sot e rinin e kemi në qytetin e bukur të Pejës, ku kemi arë me vizitu një non vetoshyse, cila quhet Hykmete, edhe kujdeset vetë për vajzën e vetë 7 vjeçare. Ka pas dhunë fizike, dhunë psiqike, i ka përjetu gjithë të gjona, po tash kena me shku edhe me folë pak ma shumë me ta, edhe me na tregu historinë e jetës vetë. Hajde një të shkojmë të atakojmë Hykmeten. Hykmete si po kala? Mirë, faleminderit jo. Mirë edhe na që shtë. Po vjen mirë. Sot ardhëm me bisedu me ty për jetën tonë dhe sakrifisat e një naneve të ushqyse, do me thona. Më në shfillimisht me na prezentu nga jetë. Po, unë jam Hykmete Maz Nikolli, jam e Lugët Branit e Kusuriqit, po jetojmë Pej. Jam nanëve të ushqyse, i kanë martume, jo ndapi burrit, që kom pas dhunë presion. Me të kazu me i motër, ujtjet e mia duhet një roman me shkru. Një muj me rëshkru romanin që kom hjeku. Fillim, kur jem shku, që jom martu, jem shku të ata, fillim një sjell mirë. Si vjera, si burri. Po aty o kanë problemi se ato gratë që janë kanë të martu me, kanë pas krejt jem, e pse unë me linë qik. Për që ata. Edhe tona o ka nis me mushtru dhuna fizike. Si pi vjerës, si pi burrit. Pse ty qik e jo djallë. Unë tash shkru me të Allahit, unë nuk muj me ba fëmin me grep. Kur të shkrunaj. Kështu që... Kjo ka qenë arsyeja pse ka fillu do me thonë po, dhuna fizike. Po, që të krejtë o konë arsyeja. Edhe përveç prej burrit ke pas dhunë edhe prej vjerrive. Po, jo pi vjerës. Vjerrit nuk e kom pas, që o kanë ide kom vjerrin e kom pas gjithë. E vjera ka ushtru dhunë fizike ndaj teje? Po, jam kanë shtazon, kër jam kanë shtazon të mujnë e 5, e kanë pas një djallë ata aty. Po. Që e këshushën thëshin jo, nuk është vëllau djalli jam, po kanë djalli i ti. I që ti burrit. A i shkon i martume 10 herë, po unë se kom ditë. Derisa më ka çuar te shtëpia. Dhe kjo jo djalli i vllaut, jo djalli i migjes, jo djalli i kushurinëve, derisa shkova ata më kanë shkallzu. Më kanë shtinë, më kanë 5 muaj shtazon, më kanë shtinë me lut me top me çartimin. Do më thotë ke pas presion me abortu fëmin edhe... Po, më kanë shtinë, për me abortu fëmin, më kanë shtinë me lut me top. 5 muaj shtazon më kanë. Vjera? Vjera. Për mja ba qefin djallit. Edhe unë mu ka duft, jam dytyru me dalë, që për ndryshe kërset këda joko. Mu për më duke të pa logjikshme, qysh një gru mundët me bashkë të gjona, po njëtën ku e di që mundët edhe me qenë ndoshta e vërtet, se ka shumë raste tilla. Oj, motor, nuk ndaj këto... Arsyeja shumë e keqe, shumë ordinera. Po, nuk da këto unë për gërnjeshtra, se unë nuk bëj famë me gërnjeshtra, unë të kalzoj të realitetin, e kalzoj vujtjet që i kom pas. Veç ajo femen e di që i ka përjetu, që i ka hecë në rrugëve të mija, ta beson. Edhe të pensin, u i dola me lujt me ta, kur shkova mbrame, shkova rash, me fjeta në gjysë natës. Tash, po t'i kalzoj ato, tash pede, po. Edhe ju shku e kom lajrë mu burin, se burin nuk flet me mu, po me vjerën, një dhomë. Burri ka flet me vjerën? Po. E ju me ty? Ja. Pse? Pse nuk dojke, vjera, thik. Ato e ke morë vish si skllave me na bë punë tjetër gjas ki pas, me mu keme nejtë. Do me thonë kjo ka qenë mendimi vjerës? Po.
Do me thoi Hikmete, ti ke përjetu krejt të gjona, po qysh janë këndjesit e tua të ditë, do me thona, ke pos ditë lumtura në martes? Pes jom hi, unë thash vish një ditë, më kanë e lumtur desa kanë marrë vesh që jam shtatzon. E desa kanë, që të 4 muaj që jam kanë shtatzon, jam kanë perfekt me ta. Si ka vjera, si ka burri. Kur murën vesh që shkova me këshur thmin, me këshur gjinin qa është, kur mura vesh që është qik, pe aty që t'ja ka nisë. Do me thonë momentin kur kanë marrë vesh që ki vojz, po sjell një jetë vojz, ka fillu masa ndej dhuna dhe krejt të gjona. Amo po duket shumë pa lidhje dhe shumë gjatë. Duket pa lidhje, po kjo është realiteti, motor. Unë kjo është realiteti që e kom përjetu une. Nashta nuk besoni, po e vërteta është kjo. Ti pa tjetër që e flet versionin edhe ato që a ke përjetu. Edhe ke pos dhunë fizike dhe më thonë, non-stop. Shkova në spital, e thira këto, tha jo s'ka me qu, tha vjerës jo, tha na nuk e kem për detyrë, shko vetë. Okej, e kom thirë taksin, i kom lajmu njëherë familjen teme, vlaun tem, mu ka du vlau marrë pe Kusuriqit, marrë në Gjakov. Burin të e pas aty, vlau më që në spital. Jom shku kom nejt një moj dit, mbrojtje thmis, veç 2 herë ardhë, edhe ata ardhë, pse i ki thirë familjen tone, pse i ki kalzu familjes tone. Edhe mam nuk jënë duk. Kom i heku në një muj dit, familja to pedat me mu, jo burri as vjera, po familja. Nese shkoj, kaloj e ko, mas jo kthejva në shpe, nuk dojshë me symen pa. Nuk dojshë? Me symen pa. Nuk dojshë me pa, dojshë me mjek për shpije. E i thash, ta di arsyen për çfarë, se femna për shpije largot për hajni, për kurni, për çdo dyja, sa e dione. Tha jo, ti nuk e ki fëmin me mu, tha e nuk është fëmija jam, thash, a do me ta dëshmu, thash edhe me ADN shkoj me bojnë ADN, thash nuk ka pik problemi për mu. E bojmë ADN, edhe ta kellzoj, shku me bojmë ADN, dullë se është qika saj. Do me thonë, dej aty ku edhe s'ka besu që është fëmija Jo, s'ka besu, se kur visha të familja jeme, thëke, ti e shku me frajera, ti e shku me bura tjerë, me shtazon me tjerë, jo me mu. Do me thonë, ka shumë përjetime ke po shumë, krejt vesh, kur e ka morë ajo vjera thiken, shtatë zone jëmë konë, ka morë vjera thiken edhe ka thomë, shele kuder tha se qëta është bije me thik shpërthej. Atër që aty e ko morë traumonët. Që aty edhe pak shtazania që e bët vetën, që ndryshon hormonet e gjithë shka... Ne, okej, thash, nëse jam ka ju bëj diçka, thash, orno, që kum keni, boni qka del me mu, veç thash, mos harros që kam familjen, nuk jam e vetëme. Tha, ajo, ta bofsha kështu familjes, në fash shpreja, edhe e kom kry, edhe kom ndëru që ashtu derë si ka arë një qita. Po a ke denoncu dhunën, e kom denoncu, do me thonë me jetë edhe... Nuk e kom denoncu, po e kom thirë kunet, të konatat, më kanë thonë tash foli me ta, edhe me burin, edhe me vjeren, kanë folë që ata 2-3 dit, ju më konë ju, adi ju në stabilizu, apet ja kanis. E po? Tona erë një qika, mirë bëllë, edhe kur shkojsha edhe plus edhe dishka kom. Kur dojsha me shku të familja eme, vjera thëke jo që ta shqepon. U bëj ke vaki 2 muj, 3 muj nuk shkojsha të familja eme. Me sy nuk ishe, e vesh për mes telefonit. Do me thonë edhe ta kanë kufizu edhe... Një mënu gjdo në njërë me myllë, si kur një zaga, se një pëllum që është në kafaze nuk e lojnë me dalë. Qashtu jam kone më shenë une. Po pse, a ka pos në i bazë gjithë kjo gjelozi, gjithë kjo rejtë? Vjera, se mja dasht, nusja kur të martohet, djali martohet për qatë gru. Po. E nusja shkon për qatë burë, nuk shkon me nejtë vetën. Pse mu ma dasht i djali mu, po jo unit. Unë e du ma shumë si djali, qësh me thonë, pse me dasht i djalin tem, kur e du unë e kam djali tem, thash moj, non thash të kitanin, thash i shala të arru zotin, po unë e marrë për qëtë person, nuk e marrë për ty. Qështë ka thonë vjera, pse po ma do djali? Pse po ma do djali. Kom përjetu shumë, nëjse të krejt. Sa vite ke qëndru e dashur e martu me ti? 4 vite. 4 vite, do me thonë ke dëru... E qysh kanë qenë ato 4 vite? E sile një, do me thonë vojzen, tani ma ndena qysh shkun gjona? O, vallaj më i motër edhe ma keq. S'ka ndryshu heq, unë më novë të hajt tash bëhet bab. E ndryshon, kjo edhe masi.
shkoj ka natën, dil ka natën, sa baj vike, i pit, vike reke, nisëm reke edhe mu. Do me thonë qysh shkun gjanat Hikmete, masi e sjellën je do me thonë vajzën, çka ndodhja, ndryshoja? Jo, për kundra se ky ka dosh me ma hek qike, me më largu pi qikës. Me ma hup, që me thonë, me ja falë tjetër kuj. Ka dalë hecimi. Po. Ka dasht me ta marrë vajzën Po, edhe me me ja hek. falë Po. tjetër kujt, po pse? Se ka desh qike, pse qik, do ke pa tjetër me e ba djallë. Po zemër, a është mirë ai njeri kështu në tru? Nuk është, A kështu, ka ndonjë problem shëndetësor psiqik Nuk apo e- se nuk një njeri normal nuk menoj që mundet me i bë këto gjana? për menimin tim, nuk o kanë rregull, po nana vetë thë kjo është shumë rregull. Të mjekët e kanë pas demek, e kanë ka thonë gjithë shka në rregull, për mendimin tim, ai nuk o kanë rregull. Jo, çto gjana që Që apo i i ka- tregon ti, po. nuk besoj që se unë nuk jam psikiatër ose diçka. Po. Po thjesht muna me kuptu që këto gjana një njeri normal nuk mundet me i bë. Jo normal, ai një njeri që është normal nuk i bën veç ai që është smut psiqikisht. Unë jo kanë, Edhe po besoj që do trajtim, po ti a e more forcën me e denoncu. Ke pas dhunë fizike. Çfarë dhune fizike bëhet fjalë? dhunë fizike merë kem që i kënë dhumë, më shelke në dhumë. Po. Nuk më jepshin buk 24 orë, edhe ata kur ma beshin ma gjushin si ku një stërvine. Ma leshin që aty në dhumë. Do isha marrë poshtë, me po në televizor, në orën se na diçka me hek, Po. me rëzin, me fol, me tansë, me burë. Thëshën s'kish ka lyp ti shkonel. Një mujt dhe që shtu kom dëru, sa nuk mujta ma, edhe denoncova në polici. Po kuma se denoncove në policia, a ka vujt do me thonë dënim Ja, ai? ja. Hiç- Veç desa e kanë mërë deklaratën. Edhe nuk E kanë nuk shu. është dënu prej Ja, hiç, as një minutë. Veç sa e kanë morë, sa vonon një më jep deklaratën edhe e kanë shu. E ti, mas e denoncove, ku jetoj ishe tani? A u ktheve te familja apo te... Jo, se më thanë, a do më shku të familja jote, a do në shtëpi sigurt, tash ku më thonë jo, se për momentin dhe ata jenë kompakt ta cërun. Po, Shkaku si shka ka bo kë, edhe nuk kum dash me shku ade, ma mirë kum dash me kon pak edhe kum dash me mor pak veten, po. shtëpi sigurt në Gjakovje më kam. E mas denoncimit, ty t'ka ndërgu në strejmorin e grave, Po, dënume. po. Edhe ke qëndru aty për rreth një vete gjysë. Po, një vete Vajza gjysë. në atë kohë sa vjet i ka pas? Dikun 2-3 muj pa e bërë një vjet. E vogël Do e me kanë thonë shumë. afro një vjet. Po mu kanë, më falë që për ndërpej, ku më kanë quat jam, mu më kanë quat paralizume. Se më kanë prunë gjatë gjendje sa e paralizume më kanë. E paralizume. Po, si paralizuar një të njëri, totalisht. Po. Nuk më kanë gjendje për qik teme me më kujtis. Mi kanë këshyr ato gratë shtrimorës, ma kanë këshyr qiken. Me la, me vesh, me hangër, me pi, me krejtë, sa nuk mujt. Një njeri që paralizohet, si s'mundet as me fol, kom shkojshin latë pi mërzije, se s'mujsh as kish, ade pi nati, se s'kisha fuqi me më kujdes për qik. Po, e dashur. Po. Ton këtu fakte, do me thonë se ti prej dhunës të burrit edhe të vjerës Po. ke ra edhe në paralizë. Po, Edhe ti ke pas fakte edhe e ke denoncu në polici, po. edhe nuk ka marrë dënim, do me thonë hiç. Ja. Po pse? Se si ka shkel me parë i motër, o kanë pasonik i Gjakovës, thuja gjysën e Gjakovës e kanë. O kanë pasonik të ngashën, ky avokati që është ma i naltin, Po. Prishtinë u shku e kanë pagu avokatin edhe u mshela jo tim. Do me thonë, po thu që me pare ka korruptu edhe policinë edhe shtetin, edhe sot do me thonë nuk ka marrë as pak dënim për kundër dhunës që ta ka bë Hiç. dhe që t'ka qu deri në paralizë. Jo, një më shku me fakte edhe me fakte kam edhe kam të shtëpia. Po, Më kanë qu policia në spital, kanë fotografu, mos kam nejsen të thyma, nejsen. po e dashur. Thyme nuk, nëse lëndime kom pas në për trop, Po. vreda, ama thyme nuk kom pas, po jom kanë e paralizume se stresi, depresioni, E bjen. paralizume prej unazave, mandeja. Jo, pi nervoze. Po, pi nervoze. Pi nervoze po paralizoj ke njeri. Pi nervoze, se nervoze e madhe. Që normal që nervoza rrin shtëpi, mos fol me nanën, mos fol me motrat. Mama kanë marrë telefonin, s'ma leshin telefonin, thërge mami telefon, thëshin vllazit, thëshin motrat. Nuk u lajmëroj kë kurkush. Thë jo nuk është Hikmeti këtu, dal me qik, dal me shetit, unë jam konç aty, më shelo. E do me thonë, ti krejt të gjana i ke përjetu edhe... Nuk e ka ditë familja eme, deri në atë moment që i kom lajmëru. Po ti ato e pas ke pa të merën me sy. Moj motës që krejt shqiptarët. Po sa da ki probleme me depresion, me angë. Qysh një është sa? Mas jo më shu,
Mas jo nisa mu stabilizu se doktoresha, faleminderit Erblina Dina Roma e Strejmurës Gjakovës, më ka qute doktor Memli, po mbijemi nuk ja di për momentin, s'po më kujtohet, po ilaqet e tina, jam ra një ilaqet tina, falë Zotit edhe një ilaqet tina, unë sot jam kam. Po për vajzën, a ka pos interesi, jo do me thonë jeni prindërt një vajze që sot është 7 vjetë dhe është si drita, për shkak se është këto, edhe e takova, po për vajzën a është interesu najhera, ka pagu obligimin do me thonë që e ka? Na i na dalë shto njërzore me legjë, në fillim i ka qitë një gjëzviti. Qatë herë në fillim kërë e marë, që o dola për shpizi kur se murë familja jeme, majtë 2 jetë në familja jeme më kanë, qatë fillim i ka qitë, ka 100 euro. Po mas anej nuk i qitë, i nali, edhe e kom lajmru avokatin e ti, që kom pas numrin e ti, më kanë thonë për çdo rast, nëse nuk ti qetë, unë shkoj me na vesh me të, e kom lajmru, thirkën telefon ju lajmëroj ke djali vetë. Jo nuk është babi këtu, jo babi është dalë me shok, jo babi kështu, jo babi ashtu, deri thash, a di çka thash, unë po du me do një nëcu polici, thash, hajkar me mu nuk ka. Thash, unë vetëm qikën nuk mu e maj, se nuk e kom pru për familjes teme, po e vladi ti. Qyre, tash divorci është shumë normal, një qift pa tjetër që nuk lidhet, as nuk martohet për munda, po normal. Po ndodh divorci, nuk jeni as part as fundit, po prindërimi është i përbashkët, se ti nuk i ke sjell vetë një, do me thonë vajzën. Edhe do të me prindëru bashkë. Po ti do me thonë nuk e pos përkroje të në këto këto vite, nuk e pos as pak përkroje për rritjen e vajzës. Në qatë fillim, në qatë gjysë viti po, ka qitë pare. Mas gjysë viti jo. E nali, e thira avokatin e ti, më tha, jo, so kam lajmëruar, jo, i thashtu do me nëncu në polici, e do nëncova në polici, e thiri ata pe Gjakove prunin pej, edhe unë e dola, i thash qështu, ka deklaru se nuk mu e maj. Prindi, do me thonë Prindi, baba? Po, baba e saj. Nuk mu e maj, e në fakt ti po thu që ka qenë shumë i pasur kushtet ekonomike i ka pos të Vllaznit e kanë maj, sa ai nuk ka punu, sa ai ka jetu si bas. Shkojken terë të akshamit, dhe në saban nuk u kthejken shpet të pije të shkumas. Ish buri, do me thonë. Të bo faqeve të zeze. Ti do me thonë një lidh me ta me mësitni? Po me mësitni, djali halës. Teme e ka pas shok. Se hala jeme e madhja është në Gjakov, jeton në Gjakov. Sa vite ke qëndru e martu me dashur? 4 vite. 4 vite ke qëndru e martu me. Në ato 4 vite, a ke pos në i ditë lumëtur, që e mbon mend? Unë e thash që ato 4 muj, ju në kone lumëtur, që shtu majshin para durve. Po, 4 vite, 4 muj, po. 4 muj më bëjshin mbej në sytë, në kryt teme, që shtu majshin. Mas 4 mujve që mora vesh për shkak qike se qfar gjenie ka, a dhe shkak thmive që a është qik, a djallë masani janë nisi. Tortura dhumëta. E pse gjithë kjo rejtje për vajzë, do me thonë, është pak arsye absurde, ti me qenë 7 zonë, edhe ti nuk e zgjedh gjinin, absolutisht. Po normal, ajo vjepi Zotit. Fiks, po, edhe mandina, do me thonë, ti ke pritë, e ke morë vesh gjinin, që ka qenë vajzë, edhe ka fillu, do me thonë, dhuna, ofendimet, bullëzimet, qëfar ofendime i mon men e dashur? E mojnë men ti e kurve, ti e kështu, ti e ka shkon me mashkuj, gjithë ditën e mshelme, delshin, shkojshin jo të vetë, jo të dajt, jo anena mu majshin mshelë në shpe. Qashtu edhe prap të kanë ofendu me fjallë? Në lojmë noj, zdi me të shbishkru fa fjallëve në dyta, më kanë thonë, po apet që apet u përbisha. Hajtë thash, mos merë vesh familja, se nona, se dhe pak nonin e kam pas pe zemre, pe të le fars muje. E mos ta di nona, se me bomë më ndodhë diçka nonë, se unë s'di, s'kam jetë. Edhe për qata. Unë e ty të kuptoj për shkak se gratë sakrifikohen shumë edhe ka njëherë e ullin kryt për shkak mentalitetit. Edhe mentaliteti shqiptarit që është, jo, duhet me dëru, hajtë se duhet me dëru, që dëro qika jeme se bëhet, mirë e dëro. Se tash kur lind qika përmisohet e këthana edhe mazi. Edhe mazi. Veç hatri non s'kom dëru, se pasha Zotin s'kisha dëru as një sekundë. Po nona që ajo non mu më ka shtip. Bashka knena vujtjet e mija, bashka kur më thoj ka, por gjinit që ta kom dhonë qika jeme më zdel. Më zdel se na mërftë. Nona jote dhe me thotë kafe. Më të përqafë se
thonë nuk je vetmja që i përjeton këto gjona dhe për hir të mentalitetit, do me thonë që është i kolbër, unë më me thonë lirisht, duroje se ndryshon, duroje se na merr ftyrën. Po. Ndërkohë që ti ke përjetu të mirën, ke përjetu gjonat ma të këqija aty në atë shtëpi. Veç masakra si s'ka ndodhë. A di që masakrohet njëri, që ajo nuk ka ndodhë. Që ndryshën s'di që është dhuna ma ndryshe. Ma e mirë që është me konë. Veç sasët më kanë morë me masakru, me më prej me thikë. Edhe ka ndodhë, do me thonë, ma përmene një tentim, do me thonë, Po, kur je ka Vjera. 7 zonë, Vjera, e ka marrë Katërt e thiken. Do me thonë, ti ke përjetu atë gjithë shka, deri në atë piken ku Vjera e ka marrë thiken, edhe ka dosh me të therë me thik, edhe çka të ka thonë ato momente? Më ka thonë shele kur, tha se e marrë thiken shpërthej ta qaj ta nxjerrin fëmin pi bakët. I kom thonë lërisht që kom ki, vish mos harro se kam familje, nuk jam e vetmja. Edhe u largu. Edhe i kom kallzu kunetve, kunata, qa ka ndodhë, ka thonë Hikmet, na pit mira nuk i na dal jashtë. Duro, tha Hikmet. Duro. Dikur. Ke fjala Dikur. Duroj, durum se Zoti pagu, po nuk e di. Dikur me duru. Unë durova, po natë malë, dhe natë malë sa ma për unë thiken fëtë, që i thonë një fjallë. Sa i kom qu dur për pjetë jam dërzu. Po, a ke pas kunata ato, do me thënë, ato çka të thëshin, a Kunatat- ka përjetu të njëjtat gjona? Konatat jo, se nuk ka nejtë shumë e ta, sa janë martu, i kanë morë burrat e vetë, janë shku në Gjermani. Nuk ka nejtë, po Edhe ti kejtë mirën e ke kalu edhe e ke përjetu, do me thënë, e vetë me Po. ato. Edhe këto përjetime që disa njerëz normal nuk besoj që munden mi bë. Po ma ndena më preke shumë se e di që si e vetmja, shumë gra të ruhen me duru dhunën, me i duru në është këtë ato ofendime, ato bullizime që i bohen, për shkak se mos ja merr ftyrën Po, familjes. familjes. Po sot, a je e lumtur që je këtu ku je, të paktën që je largu prej atij të miri. shumë. E di që jeta nuk është e lehtë as pak për një nënë vetë se ti detyrohesh vetë momentalisht, do me thonë je pa punë. Po. Edhe detyrohesh vetë me i kry këto shpenzime, këto obligime. E di që s'është lehtë, po besoj ma mirë je sot se sot që ke qenë. Jam shumë e lumtur. Jam duke sikur zogu që të lirohet pi kafazit. Qashtu jam adhone. A i kishe thonë një mesazh vojzave dhe grove që fatkeqësisht ndoshta janë të i përjetu çdo gjona që ti i ke përjetu. Po, ju kisha jep këtë mesazh grave dhe vajza që kanë dhunë, mos ta adorojnë, të denoncojnë. Sa do e dhimbshme që është durat, ka familja si thonë rreqika jeme se e merr ftyrën. Aty unë e kom duru për hatër nënës teme që më kanë thonë se valloj nuk isha duru. Le të bëhen të forta, le ta morën vendimin, le të denoncojnë ata mashkull që i shtrojnë dhunën ndaj tyne. Mos ta adorojnë dhunën, se unë e kom duru, tjerat mos ta adorojnë. I bashkan gjitë nga plotësisht edhe unë mesazhit tënë se do të me denoncu dhunuesin. Do të me denoncu gjithçysh. Ka një herë është shumë zërë, për shkak se e the shumë mirë, unë e kom denoncu, po i ka ble edhe policinë me pare. Po, edhe po shpesoj që këtu korupcione, këtu nepotizma, këtu gjona, po shpesoj që ndalohen. Ma mirë është me denoncu se se ma ardhë të i të vrasja. Shumë gra në pejën vra, pe burrave. Shumë gra, si një une që aty në ma halë, që e marë që ta është që 2 vjetë jam që aty në Kapishnicë. Shumë gra. Në rastin e Gjulieta Okelës. Po qa jo desë që e kom kushi. Qa jo, e njëte. Po. Se ma kujtova atë rast për shkak se më ka pas prek shumë. Unë jo që më ka pas prek, po nuk kom kajtë si thmija, ju më shku, i kom thonë nënës, inshallah ti le Zoti me e ta qo sabrin. So kanë shumë grua e mirë, ka pas e ka pas burrin në depresion. Unë e di çka është depresioni, me ka njëri në depresion. O munu shkreta me 2 puna, ti mojt familjen, e vikën shpe, e një mojke burrit, i jep ki ilaçe, me ardhë qaj mashkull, qaj bab që flen një jasek me ta, mu qumet rap lom ball, nuk e di. është një rast shumë i dhëmshëm që pa tjetër që na ka prek gjithë neve, po për mos me pas fatin e Gjulietës. Për që ata dhe jam ka i thonë denonconi. Do të me denoncu edhe nuk do të mu sakrifiku ka shumë. Jo. Se
në fund, na po flejna me keq ato dhimbje, me keq ato përjetime. Normal. Edhe kur kërkon ndihmë gjithmonë është më mirë. Po normal. Normal. Unë kum kërku ndihmë të shtëpia sigurt atje në Gjakov. Tona falë asaj edhe tona edhe pe familjes kam shumë për kraje. Që 7 vite o ka banë për që jam da për ti. Aja që interesohet, as që në shkrun limaj, se me ta nëse ka problem me mu, hajt me mu ka problem, me vlad vetin. Mos më interesu për... Vojze nuk e ke sjellë vetë me njëtë, ka hek edhe atë zhigun me i thonë që s'ka qenë vojza ati, ka dalë dhe më thot testi ADN-s, që vojza është e ti edhe prapë sot nuk kujdeset edhe nuk e pagun obligimin mujor edhe ushqimor që i takon çdo muj për vojza. Ja, për qikë si interesohet për tonë si me kone dekne, si interesohet heq. Po vojza, Hikmeta pyet me herë për babën. Ka 2 vjet, në qatë fillim ka 2 vjet kur jam konë, adit që jam konë shtëpi sigur që nejta 1 vjet, kjo e bani 1 vjet e diçka, edhe shike ata nanë prindrit që vishin i shishin thmine, ma bëjke mam ku e kam babin. E i kom thonë, mam, e ki babin në Gjermani o të punu, tash me vjenë na bje pare. Edhe ma që ato, edhe një herë që tash krejt vonë, rasisht e kanë gusë mija shkollë. I kanë thonë ti s'kej babe, pse s'vjen baba jit me të more, pse kështu të më ka thonë, thash mam, babi është në Gjermani, mam, thash. Vjen mami, e kur, vjen mami, tash kur ti bë letrat, vjen me na bje pare neve, na merr neve shkojnë. Edhe ma nuk e ka përmen më që. Nuk e ka përmen më qika se nje, që konë shumë e vogël për ndapit. Shumë e dhëmshme, Hikmete. Vallai moj mote qa me bëhe dhëmshme, vish trupi jam e din edhe Zotin e që kom përjetu. Po falë nërës për Zotit, një herë radhë parë që e kam e vladin, se mos të shkon kjo unë isha bo më qmend. Isha bo më qmend kjo, po ma hek krejt mërzin kjo, po ma hek krejt, qësh me thonë atë lodhjen, atë mërzin, ato vujtjet. Një vojzë shumë e vogël, po shumë e lezeshme, e hareshme. E hareshme dhe shumë e zgjut për moshën që e ka. Po. Do me thonë, po mësime, qësh po ja del, apo mësën hetë qika? Vallai me thonë drejtë, mirë i ka, mirë po shkon mirë, po një kurs është gjermanisht, ato anglishtën ka e peqen shumë, gjuhën anglishte, kogja shumë i ka një kry, po nuk po ka mundësi mja pagu kursin, se për qefe kesha që edhe në kurs. Edhe përveç anglishtës, që unë e fola pak me to anglisht, po kësaj po ja deke shumë edhe gjermanishtja. Po, që tha që të regoj pak ma heret, prapa kamera, tha folja edhe me të zakën, me motrën teme, se e kam jashtë, me të zakën e vetë, ma shumë folja anglishtës, gjermanishtës sa shqip. E kam su, i di dhe do emra, do shkrunjat gjermanisht, edhe këto e peqen, po me këto mundësit nuk kam, me pas mundësi, e kisha regjistru, po s'ka mundësi. Nuk i mundësi me dërgu vajzën? Ja, s'ka mundësi. S'ka mundësi. Me pas mundësi, po, jam as ngushtë i motër. Kjo kursi është diçka. është nevoj, për shkak se vajza... Ja don, i shkon. Ja don edhe i shkon, po thjesht ti nuk i mundësi as për qëro me pagu? Ja, unë as për qëro s'ka mundësi, as vesh, as mbadhje, bile ushqim s'kam të shtëpia, heq mill nuk kam, nuk di që shmja ban, vesh me dalë në përkushime. Nuk e di. Nuk e di vesh Zoti, edhe këta vllaznit e motrat, kudo që janë, si jashtë, si në Kosovë, në ato mundësit, sa kanë mundësi, ju kisha lutë për hir këtij fëmija që po rritet jetim, vetë non, vetë bab, pe kam shumë shtjerë, nja dalë. Qiraja, rryma, bërlogi, uj, vesh, madh, ha, pi, edhe për shkollë. Se në elementare për shkollë. Qa është ma dhëmshme është që vajza të rrit jetim pa bab? Babën e ka gjallë. Me babën gjallë, po. Babë gjallë, po si me kanë, mos me kanë baba gjallë. Nuk interesohet heq. E që nënve të shyse, është shumë vështirë. Shumë. Shkak se çmimet janë shumë të mëdha, do me thonë ato ushqimoret. Po. Ti momentalisht je pa punë. Jo më kanë punë motër, që më kam kallzu edhe një intervistë ma hershëm që e kam bë, jo më kanë smut, jo më kanë punë, kum punu, ja kom dalë, kur jo më kanë punë, ja kom dalë. Me që ato mundësit mija, ja kom dalë, jo pak qëra, ajo sociali, jo shtesat e qikës, jo punojsha,
ade ja kom dal. E tash për momentin jo se bile të që ky doktore që to, jo më kanë i kom bo shtrimet. Është një doktor që to. Jo i kom bo shtrimet, ai e ka pas 180 e ka pas, po kur i kalzova se jam non vetë ushqyesme e nuk kam mundësi, ma ka bë pa pare ushtrimet. Lirësh mundesh me përmend edhe emrin për shkak se Nuk ja di emrin. Ose diçka nëse dojna me falenderu Po publikisht. mune ma avit, po për emër nuk e di, vish mune ma avit nga ta bollontes që aty. Një gjatë shumë i mirë, domethënë prej mjekut kur e ka kuptuar se s'ki mundësi, Shumë. ti ka bë domethënë pa pare, Po. falas. Jom kon smut pe unaza, boshti kurrizori i unazave, i treti dhe katërt i ka nis me mu largu, ka dal pi venit. Edhe nuk jom kon gjendje fëmin teme me këshyrë, nuk kujdes me qenë shkollë, shoqet ma kanë qu. Ato e kanë qu, ato e kanë marrë. Desa nisa u forcova pak edhe fal doktorit, thot i kam do dhimt në shtëpinë, po jo që as më dhaja që shikom, po mos me mujt mu qu. Kam dhimt apet në për shtëpinë, a dir shtëpinë, kam dhimt pak të vogla janë, po për mos me dëru nuk janë. Po që ti bëjshë më të rjeta që shtu e ka? Po qika, po lakmën gjona, si kejtë shoqënia, qësh janë ato? Valloj më i motë me të drejtin lakmon, po kër e shohin si kum ka zu dhe mësuses që bab nuk ka, nëse ka babën, po s'kujdeset për ta, është si me ka jetime. Është krejtësisht i pa interesum, do më thonë për vajzën, Krejt, të nuk i cilën interesohet. është baba, do më thonë, Po. dhe është krejtësisht i pa interesum, po. Nuk i interesohet, kër e kum ka zu mësuses, ju ka dhim shumë kakoj bile dhe mësusja, edhe i ka bashku fëmine nxoncat, shoqet e shokëve të qikës, edhe ju ka kalzu tash, kush ka mundësi në ato mëndësi, nëse unë se la keq, në ato mundësi, pa e bëj bukën të shtëpia, ja bëj, në që ato mundësit e mija. Lakmon kjo thmi, lakmon, po lyp, pasha zotin lyp, po nuk ka mundësi motër mja bli, nuk ka mundësi se për qip, kush zbon për thmit vetë, hajtë kalzom. Ti në ato mundësit e tua dhe nuk kur do që të ndihmon dikush shkon edhe i blen vajzës dhe Po normal, normal. Kuklat ma jo se tash o rrit nëse i blej kukla po ma jo, ama pak, po ma shumë për lapsa këso senesh, lodra ka të shtëpia edhe i bin ku i shit, po nuk i la, po jo dhe qash se ma shumë jam interesu me kap mësimi. Po edhe vajza e interesu me ka mësimi, Po, për shkak normal. se Vlen Mocek që është 7 vjetësh në klasën e parë, Po, po është ja dën shumë mësimi edhe Po. i ka nota do me thonë krejt 5. po, edhe mu i ju të regu në qante Po, ka, mu po. ju të regu në... Fola me to ma bëni tha, unë i ku marrë tha 11-5. Shumë, e vërtet është, 11 peshën këtu në libra i ka, Mm, me mësu po dhe mja dash mësimin vish i shala i zgat. Inshallah i zgjatë dhe inshallah bëhet mirë. Faleminderit. Po, a po të kujtohet diçka që ka dasht me i ble, nështë një moment edhe ti që ato momente nuk e pas pare edhe jeni nështë ta shumë keq. Jo ka pas, mas lekt i paranjove. Shkum një market që to, edhe e ka pa atë mashen me një kukën. Tha, ma mblema për momentin s'pata, me të drejtën s'pata, se për qefja kisha ble. O ma mblema o shku të kajtë, kur i kom thonë ma mble, prizat zotë mam, se me pas pare të blin mami. A kur mami, thash, kur të bëjnë pare? Kur të bëjnë pare, qatë minutë që ti bëjnë pare, të mami ka me shku me ta ble. Beson Allah s'ka rren e që i qikën shkollë, shkoj, jam thuja krejt ditën, pështilna, menoj çka me bë, qësh mja bë tek mja bë për nesër, edhe kaj si të mija. Kur vjen të shtëpia qika më shem me lot kuqne, si të kuqne, qa ke mamë, thash kur gjanë, më ka hini miza ose më ka hini bub, si ka dzej, se nuk është mirë, se është e vogël, sa është e vogël, se kur të rritë po, kam i ka dhu krejt. Krejt, në gjarjen. Është e vogël ama prap është e këthjelt, është e këthjelt, ja regjistro këtë truni me një herë. Për moshën që e ka dhe me thonë është e jashtëzakonshme. Shumë. Për kundër shkollës që po jetë si pëlqen shumë edhe gjuhët e huaja, gjermanishtja, anglishtja, Shumë. po ti nuk po ki mundësi me ja pagu një kurs dhe me thonë vajzës. Jo, nuk ka mundësi se me pas mundësi, me kanë punë unë, fjala është në punë, me kanë unë, ma të mundësit e mia e paguj. Po s'jam, kështu që ju kisha lut vllazën e motra, kudo që janë, sa do pak, për një banin mas keq të jam. Si jam që aty 150 euro, me thonë drejten mëk, që tash dola, që i kanë kënë shkollë e spërkata venin edhe dola, tash kur shkoj. Sa është një sprej që spërkat zitin e nuk ka nevoja mira me pa qa vërteret, heket e fetë. I kom në dyre dritare qelë, për mës me ardhera keqe. Ju kisha lut vllazën e motra, kudo që jeni, më mdimu.
për banin mas shumë ti kam nevojë. Mas shumë ti. Për vesh mathje, për hangër, për pi. Qështash për momentin jam pa mirë, pa asë një sen në shpi. Vesh duhet me darë të naj kërshia, naj kërshon për veti darkëm dark ka. Se sa për veti nuk ja di, por me që këtë qikë. Mës të mjetë umët. Hikmete, me qenë gru, non, vetë shyse, nuk është as pak e letë. Hikmete, apo më në shme adalë? Baloj me i motër jo. Jo, 150 euro kam qeran, 120 e marë socialin, 100 euro e kom morë për para, që tash në qëtë muj ma kanë rrit 120 ma kanë ba, edhe qikës ja kanë rrit shtesat, 140 euro, me 140 euro qka me ba? A qeraja, a uj, a rryma, a borlogu, i këni në tjetër në qika, po më blema këta, nuk po ka mundësi, se me pas mundësi po. Po nuk ka mundësi, kështu që ju kisha lutë vllazën e motra, kudo që jeni, bama një zgjidhje, një banim, edhe po me mnimu me qera, me pagu, ose me pagu qeran, ose me ma bo një shtëpi, ose një banis. Ta kam bele një kulli mi kry, besonalla, bime me kasavet, qësh mi a bo nesër, kur vjen qeragjia të dera me ma lip qeran. Se kështu kur të ki shtëpinë tonë, e flen ma shlirë, s'ki kasavet heq. E kur t'jesh në shtëpi tuaj, e plus me qera, me fëmijë, e pas as një të ardhëm, dë vetme, vish me social, janë edhe familja tjetër nënë, po dhe ata në ato mundësit e vete, se as ata si kanë kushtet qaq mira. E lojnë veten keq, e mu më dimojnë. Do me thonë të ardhra që i merë ti bashkë me shtesat, bëjnë 140 euro, ndërkohë që te ki 150 euro qëron. Po. Mandena ku janë shpenzimet e tjera dhe fakti që shumë shpesh pa tjetër si një non një është keq. Po normal. Kur qika lyp diçka me hongër dhe nuk i ka merë për një. Jo, se krejt thmija lypin, s'dvesin a ki as ki. Po. Shto që valla e kam shumë shtirë, pra kush ban ramet për që t'mi, njëherë një strem, ta kem një strem, ta kem kryt e qetë, mos ta kem kasavetin nese që ka po bon, ta vjen të dera, se ka pas rase se s'kum pas heq, edhe kum lutë. Falë me bil me qëtë mujë. Nuk kam ku me murë, ose kur të mdelë sociali, ose falë me qëtë mujë, nuk ka pas shansë më falë. Qara gjivë. Edhe i ka pasoni, i ka senet, i ka krejt, po nuk e dijo i motër. Sa ma shumë që t'kish, aq ma shumë t'ishin. Ti ke përjetu shumë sene dhe për mu ke shumë e dhemshme me dëgju historinë tone, po sa vajza dhe gra tjera dhe më thoni përjetojnë njëjta gjana, edhe ti të njëjtën ku edhe një mesazh shumë të mirë me denoncu edhe pa tjetër. Mandena ja del dishysh, po të paktën sot nuk je e rrezikume me jetën tone, edhe e ki kryt rehat, se nuk je mon familjen ku sot jam shumë e lirë. Gëzoj lirin të ima, se sot i kam drejtat e mia, kam lirin teme, atëherë ku nuk kom pas. S'kom pas liri as me fol. Le mod këto sene tjera. Shumë. Dhe më thënë, tretu qatë shumë sa që t'kanë lo pa bok, t'kanë byllën në dhomë. Po. Nuk t'kanë lo as me dalë poshtë në salën, me hongër, do më thonë ushqim, bukën them ma kanë pru si qenë. Si qenë ma kanë gjujtë sot. Le tanat po telefonin ku më thërke nana, e nuk mu lajmërëshin, e i thëshin o dalë, ka shetit me qikë. E unë të e kone më shenjën aty, me gjithë qikë. Do me thonë, deja të ku edhe familjarët e tu ku t'kanë thirë, po. Ju kanë përgjish këta në emër tënë dhe i kanë thonë nuk është këto. Po pse gjithë kjo rejtje? Nuk e di o i motër, nuk e di. Gjithë këto gjona jo normale? Qka me nën ti për këtë gjonë? Pse? Qështu, se e ke qynë 4 vjetë, do më thë ka qëndru e martune? 4 vjetë i kom hup, e kom hup për një teme, 4 vjetë. Nuk e di, gjelozia mes nusës edhe vjerës. Se me dasht ajo djallin te ma shumë se më. Se me dasht nusja burrin ma shumë se nona djallin. Qa me bajbi, hala ka kësi mentaliteti, po nuk dalin, nuk tërgojnë, e unë e valaj po, unë i ku më thonë do mi tregu, do me qitë për ledin, se bon ma qëtoj, mu ka mu shkupa. Edhe ti prej qefit nuk e dalë të me tregu historinë tone, po thjesht vujtjet e tua shumë të mdoja, që për kundër krejtve, unë e mendoj që shqyqyr që dole. Po. Pse?
sa do pak e ndërgjetëson edhe dikan. Edhe e jep një mesazh për ato gra që ndoshta s'kan guxim me denoncu dhunën. Jo, unë ju kisha thonë aty në grave, qikave, le të dalin, le të denoncojnë, le të bëhen vetvetja. Mos t'jenë në dhunë burrit, presion të burrit ose të vije rrive, ose ka lloj-lloj dhune, lloj-lloj presioni. Dhe të bëhen e zoja vetvetes. Mos të rrinë si struktën në kafas të mshenën, po le ta kërkojnë drejtën, le ta kërkojnë lirinë e vet. Unë mas parti kur jam hi aty një farë shoqate iniciativa, tana herët më kanë ndihmuar, faleminderit pe ti, mas parti pe Hoxhës. Ai me gjithë grupin, mas parti kur më ka marrë me kamerë, më kanë ndihmuar me ndihma, me miell, me ndihma gjana ushqimore, edhe me tesha, po çka kon më e mira ke kësaj, o kon se ma ka pagu qiron. Për një muj. Edhe ujt, edhe ata rrynën se habita ujt. E to në ato mundësit, po edhe 2 vjet, mos ta harroj, edhe 2 vjet, par vjet edhe vjet ma ka pagu me morë sa mund për Ramazan, buken. Edhe tashti, kur mbjen miell e çojnë qatë furën ka peshnica. Edhe më ka thonë se do rast që ky rast që e qita dhe... Po, dole me folë publikisht. E që të kesh të kallëzu se nuk më ka besu, më ka thonë, kum një për tjerve si je martu, e ti po rranë, e ti kështu, i thash, hoqë. Thash, unë e pi qefit nuk dalë, thash, pe nevoje, thash, se me konë mirë, mi pas kush dhe thash nuk dalë në televizor. Me kesh gjithkush me mu. Thash, se ma shumë dalin, shajnë, ofendojnë si sa me të një mu. Që rastin që e pata. Ta tregova në telefon. Kështu që... Po, dhe je përballë me shumë gjallë, me shumë sfida. Edhe kërcënime me përmes në telefon. Edhe me kërcënime jom përvu. Kërcënime prej janë njerëzit burrë? Ja, për këta që jom dalë në televizor, e që kishe po të ndihmojnë, njën e non kishe po të ndihmojnë, tjetër non më kërcënojshin. Kërcënojshin? Qysh të kërcënojshin e dashur? Me qu pare, sikur që ky rasti. Do me thonë, blenë më cikë një rast mashtrimi që të ka kërku pare filani. Dje mas lekti, e pove edhe ti mesazhe. Më ka thonë, po të një moj, qëmë. Dërgomi me Western Union 480 euro, unë e ti dërgoj ty 10.000 euro. Në bank, për 3 vjet me pagu qiron. Do me thonë, kjo është thjesht një rast mashtrimi që nuk ka asgjë të vërtet, edhe ty po do me thonë, mos i beso, se një njeri që do me të ndimu nuk të lyp diçka në këmbim, thjesht do me të ndimu e bën. Po. E dashur, nuk po du me të ngarku ma shumë, faleminderit që ndove një copë shpirti me neve, edhe e di që nuk është e lehtë, po e ke marrë forcën edhe po shpresoj që kanë me të ndimu edhe njerëz të tjerë. Inshallah, veç për një banim, ta kem shtëpinë teme, ta kem banesën teme të flenje të qetoj motër, që ata po kërkuaj mas shumë. Kam nevojë edhe për ushqime, veç mbathje, po banesa është në rend parë. Se beson Allah që aty edhe ngusht, po dhe kur vjen të dera në treket, gjami, ama që ronë, e mos mi pas ku mi morë, pasha Zotit s'ka gjama ma keqe për mu. Si me konë, s'ka gjama vishë vdekja, kur s'ki ku mi morë i motër. Edhe i tham, t'lut në Abrahim, se Abrahim e ka me një pronari, t'lut në Abrahim, nuk ka mundësi, bile më ma falë, një muj. Po, nuk të falin, kërkosh. Qështu? Faleminderit shumë, e thashe dhe ma heret e di që s'është e letë, krejt të sfida, po përkundër krejt historisë tone, mu po më vjen mirë, po vjen madje shumë mirë që jeni non heroin, që s'ke hek dorë prej vajzës tone. Një diçka deshta me cek, kur jëm da pi ti, që ta shkrejt vonë. Po më shku në Instagram, po më tha përshëndetje, tha, du me pa qikën, thash më falë kush jeni jo, tha mos o po kështë s'po njëj, thash o zëtni, thash unë nuk ju një juve. Tha unë jem baba i qikës, tha kur bëhet 24 orë duhet qikën gjaku me pa. Thash më falë, kush jeni jo mas parti, tha jam filani. Thash o zëtni, thash, e di se ti, unë e ti na do, unë edhe ti s'kem kur gjon. Thash edhe me pa dosh qikën, thash, ka shumë që 7 vjetë ku je konë. Ku je konë që 7 vjetë? Tha s'ko që ka t'intereson ty, tha qëtë ma qikën ose e paguj avokatin ton gashin. Ka me pagu me 1000 euro, ka marrë me ta morë qikën. Thash,
Vallaj, me shpirt tash ka me leftu edhe qikes ki më marr. Ti mos u frikëso. Jo, përkundra. Jo, e di që është ajo frika e nonës, po ti ma tregove edhe një rast që ja ka hjek atësin. Atësin. Po, ja ka hjek. Bjemrin e qikes. Do me thonë vojza sot e gëzën bjemrin tënë dhe ju bjemrin e babës. Ja, as ka kur gjon atë shpit qika jeme. Nuk ka kur gjon. Nuk e di që shka rrit këto me bo, për shkak se ODN-ja ka dalë dhe ka dalë dhe me thonë që vojza është e ti. Edhe me legj nuk mundet ashtu, po nuk e di qysh ja ka bo. Nuk e di ato pështjellime i din veçaj, se ka gjithçka. Në kohë sohet e parë jam pyetje. Për pare po bën gjithçka njeri. Po, do me thonë, ai kushtet financiare i ka, dhe në këtë rast ka mundësi që ka bërë diçka po tuti. Pra për shtedhimshme me një vend ku jem me shtet, me polici, me organe gjithësore, me gjitha. S'ka shtet, s'ka polici, s'ka kur gjon, veç korrupsion. Se me pas shtet, në atë pa, në fakt që po ju thonë se mashkull dhe koka dhe kë, që të gratë që i vrasin, unë me pas shtetin, e me kon kryesori i shtetit, i kisha vjerë në konap, edhe ja kisha shti flakën. Edhe kishin pa krejt mashkuj tjetë që bojnë dhunë, e që i vratë, morim sin të qaj. Po nuk ka shtet sot. Vrahet gruja, se kur një zakë që e mytë. Qashtu. Edhe si interesant kur gja. Shumë. Shumë e pa vlerë. Për mashkuj s'kem vlerë na, veç hajtë. Shto që s'di. Atë ka hu besimi me të burra? Kam oferta, motër, po më lutin, po nuk jam e interesume se ma ka djegë. Që të thonjë, kur s'lind djili parë, as i dyti, as i treti, as heq. Se kam oferta jashtë e këtu, po nuk jam e interesume i motër, nuk jam e interesume e rriti që qikë se, hajtë, po martona. Po, ju ke vendus me ju përkushtu qikës? Martona, me qikë, nuk ma do qiken. Se ka dhe se s'ta dojnë, donë ty, po fëmi nuk e donë. Dhe se kom pas shumë rase, ty duhet qiken, leku dush qiken, hajde ti. Marto me mu i thashjetë. Unë e qiken se la për jetë. Jo 10 bura, po 1000 bura me në konë për qikenës, unë qiken për ju se la. Bravo të qovë se jeni non heroin, që për kundër krejt mundësive dhe edhe nështë krejt mungesës së kushteve, nuk e hek dora s'pak për vojzës, edhe mundosh me mishe shpirt, me lom vetën keq edhe me aplusu vojzës çdo dëshirë. Jo, edhe një mesazh për këto nona treja e këto gra që pi braktisin, mos bëni gjëna një braktisin. Aman, ju kisha lut. Fëmia është dhuratë e Zotit. Pa marrë parasysh, çka ke probleme me burr, fëmia nuk braktiset. Sidomos ku po viçesin në për kontinierat, kontat bërllogët, mu shpirtin për makut. Me pas mundësi qatë mi e kisha arrit. E kisha shku, e kisha morë vetë në ato mundësit, me pas mundësit kushtet, vetë e kisha arrit, kisha bo si fëmijë tam. Po, qa me bo, gjithë kushi, nanë gjithë kushi po bo sot. Edhe nuk është mirë bre, me bo fëmijë e me qitë në rrugë. Kur si e zoja me majtë, mos e bo, pse pe bon? Po aty apet që apet aty punë të Zotit nuk ka, nuk mundet kush me jo përzi, po mos e i braknisni, se fëmija është angjëll, fëmija është dhërat, dhëratën me e bukur që ta ka falë Zotit. Unë e falë njerës për Allah që e kam qikë, kjo ma ka mush jetën, ma ka plëcu jetën me gjithë shka. Edhe bravo të qofë se me këta të forcat e tua, dhe me thonë... Edhe nuk kam e hek dorë kur për saj. Sa të më lanë dhe u zi, si thujnë, dhe sa des. Nuk kam e hek dorë. Mos e qdo rastin. Kur? Se është fëmija jëtë dhe ta dhosh Zoti shnetën edhe veç për para, edhe po besoj që njerëzit kanë me ndimu sa do pak. Inshallah. Përshak se jetën nuk e ke pas hiç të lehtë. Jetën e kom pas, që shme thonë, se ku këta filma tragjik si janë. Qashtu, jeta jem o konë. To Ana, një vojës shumë e mirë, shumë shembullore, si shkollë, si kështu në sjellje. Po, njëherë për njërë Zotit faleminderit, mirë është, po, qika mirë është. Në ato mundësit e mija, po më nuna me shkollu, me eduku, qysh po muna. Ti nuk e ke pas jetën as pak të lehtë, edhe përkundër kësaj, ti sot do me thonë,
A ka ndiku diçka në jetën tonë, do me thënë ato traumat, ato gjanat cilat i ke përjetu atje, a e sheh veten sot me na i sjellje me diçka që si e mirë? Una, Që po, edhe emocionalisht që ndodh ndoshta na jankth, na i pagjumësi. jo, në qatë fillimet e para po. Ke Kom pas angth, kom pas depresion, jo në konë në për mjek, në për hoqë, në për gjithka, po. Pa mirë s'pi Allahit, sot nuk përdori kur farida, që nuk shkoj të kërkur një hoqë, veç Zotit jo kom shkret. Për para po, ama tash jam shumë mirë. Hikmete, ku e gjem forcën? Çdo ditë mu çu në mëngjes, do me thonë përkundër kushteve që si ki fort mira, ku e gjen forcën Të thminja, të qika. të qika. Qika, krejt kjo ma jep forcën. Furnizimin forcën e kam të vladi. Krejt kjo. Mos t'i shkon në tash, mos t'i shkon kjo në sot nuk isha kërkushi. Unë jam e plotësuar në çdo aspekt. Si non, si një grua, si një femër, si në çdo aspekt jam e përmbushme. Përfundar keni mesazh. Për Fillimisht du me ju drejtu vajzave treja, qikave treja, që nështë besoj këshillën tonë kime lidh pak edhe të me u fokusu të punat e karrierat e shkolla. po, Qikave treja një herë. po, të drejtu. qikave treja ju kisha lut, kryni shkollën, burr gjan. E shkollë nuk gjan. E gjan shkollën, po ma mirë kryni shkollën, se burri nuk tik. Ma mirë mu martu pak e pjekne, e me kone e pjekne, me di dosene, se sa e re, se martosh, hajt, po martosh, që është ajo, unë kur gjan heq. Unë mendoj që me gjithë burrë është gjaja ma e lehtë Po, në botë. a sidomos e rrjetet sociale Po. tashti, që shokon Po, përpara thjesht ma ndryshe, shokon ma zor, tash në për rrjetet sociale, pasha zotin qëtu me dalë në rrugë, mi Po, thonë feks. një djalit, ama një shkrebës, mi hin biset me ta, lidhesh me ta dhe Thjesht martosh. nuk do të me la shkollimi, Ja, nuk do të me në la asë një karrierën, mënyrë, në asë një mënyrë, se une po më Për thonë, shkak na të kanë burrit. shumë fëmijë, baba, na i na kanë 10 fëmijë, baba, nonën e kom pas avise, baba kanë avokat, po ka bëjmë punu në birari, po u privatizu biraria, tash edhe avokate, po ra në depresion, usmu ra në depresion, në vetë motrën edhe mu, na ka shtim punë që aty, në ato mundësit e veta. Po me lanë më shkollu, jo se mas lufte e kem kuj shkollën. E mas lufte, nuk, kur fa shkollë s'o kanë. Se i kanë qfrizu femnat në loj, kanë lujt me tonë, që shkanë desht. Ajo nuk o kanë shkollë. E për që ata, për mësë më Ata ardë, janë kohë ndryshe. po, për mësë më ardë, deta joja, baba nuk na ka lonë. Ma mirë tha qika jeme, tonë, nga të meje, se sa më shku me të shfrizu ty lifa idioti. Kështu që ju kisha bo apel qikave treja, mos i le ana shkollën, mos i le një punën, burë gjanë, ama shkollë e punë, e karriere kryne, aman, kryne karriere. Mesazh nuk e di, mesazh ma të bukur se ke për vajzat e reja me ndjek shkollën, Po. me ndjek ëndrat e veta, mu bot zojat e vetat. Mos e leni kërkush me ju shkel, kërkon, e sidomos, aq ma pak një mashkull. Me lujt me ty, qa ka lujt aj me mu, qa ka hek, qa ka bajnë një jetë teme, qikave të reja ju kisha lujt, mos lijani. Mos i lijani mashkullit me ju shkel. Më falë kamarja që për ju thonë, po nashta këto e thonë për zemrës plas, mos milion qikat në shkollën, anash mu martu për një Po burë. këshill ma të mirë se kjo nuk ka, për shkak se gjitha zihen jetë. Po, Po thjesht do të me këshyr jetën tonë, se mujna me kombinu nështë edhe martesën edhe shkollën. po ka dhe Po ajo. gjithsesi duhet me u fokusu te shkolla, sidomos qika që janë në moshën 18 vjeçare. Po vajzave, po menej pro grave të cilat përjetojnë dhunë sot. Qa i kishe thonë? Unë ju kisha quj një mesazh, mos dëroni, denonconi se vjen dejtë e vrasja. Po, Se shumë gra këtu në pej, e aq me pak u killën që e kanë po vra, Gjulieta Ukella. Gjulieta u killën, valloj gjuna. Mos dëroni, denonconi, sa do e dhimbshme është, denonconi se nuk po dëroj këtë Edhe rruna. kërkoni ndihmë, merr në forcë, Po, kërkoni ndihmë. kërkoni ndihmë në për shoqata, në për këto gazetaret që të vinë jep intervistë. Bëni vetvetja, shprehni, hekni, qitni atë mëllef që e keni, tregoni, mos o bëni të myllne. Po hekni atë mëllef, atë që e keni brenda, shlironi, se kur të fol me dikon, je ma e lirë. E vërtet, po.
Njësh ma e lirë, se për shembull çat herë në fillim që kanë ardha i hoxha kum pas trim. 2-3 herë, jo, po 5-6 herë ma ka ndërprej kamerën. Se kisha emocione, mu kujtojshin ato momentet, kisha stres, kisha angth. Po tash jo, tash as syni nuk më treme. Qatë me pas burri nuk më treme syni. Bravo, të qofë se ti në drejtën tonë edhe për këtë vajzat edhe gratë të cilat ka nevojë, do më thonë me folë me dikan edhe më shprej me dikan, mundeni me një drejtu shoqatave. Patjetër, edhe dishta me thonë për Pink Movement Kosova, e cila është një lëvizje që mujnë me drejtu tek ta, edhe me kërku ndihmë edhe me folë, do më thonë me diskutu me ta. E dashur, faleminderit shumë, po për fund a e ki edhe një lutje. Lutja më e madhe është ta kem një shtëpi. Mi kry, një kolli mi kry. Ta kem shtëpinë teme edhe me veshë me matë, po mu ka bo peng kursin. Kursi vajzës. Kursi vajzës për shkon anglisht janë shumë. Mi pas mundësi, e paguj, pas ka mundësi. Unë po muj mja dal me hongër, me pije, me qëra, lemo kursi. Edhe gjitha ta kurse do me thonë që MPay mujnë me kontaktu me neve, ndoshta del dikush që ka dëshirë me ja pagu kursin vajzës, kursin anglishtës, gjermanishtës. Një kurs, veç një kurs, ta kenë një kurs të rritim. Angazhu vajzën dikon. Po. E do shumë faleminderit shumë, kesh shumë derë dhe knatësi për mu me taku. Gjithashtu edhe për mje knatësi, e faleminderit për juve që një ardë 5 lërktit, keni mërë këtë mund të një ardë këtë 5 lërktit në këtë dëshi, po historia ju të ke shumë e dhemshme, shumë e trisht, po edhe shumë inspiruse, për shumë vajza dhe gra, që edhe mesazhi ma i mirë ke mos me dëru dhunën, edhe me denoncu dhunën. Në asë një mënyrë, në asë një mënyrë, mos dëroni dhunë, kërkoni ndihmë, sa do pak, në shoqata, ku do, veç dhunën mos e dëroni. Falenderoj shumë e dashur. S'ka gjë, faleminderit e për teje, shumë faleminderit.